Dielli I marsit hyri me ngadalë në përperdët e lehta të dhomës së gjumit, duke ndriçuar fytyrën afër Dita Kolës, një grua 60 vjeçare me flokë të bardhë që I binin butë mbi supet e saj. Ajo u zgjua siç zgjohej çdo mëngjes prej 40 vitesh, me një përqafim imagjinar të burrit e saj, Genci, I cili tashmë ishte zgjuar dhe po përgatiste kafe në kuzinë. Era e kafes turke e mbushi shtëpinë e tyre të vogël në lagjën Kalabria në Tiranë, një shtëpi që kishte qenë dëshmitare e çdo momenti të jetës së tyre së përbashkët. "Afër, çaj apo kafe sot?" dëgjoi zërin e njohur të Gencit nga kuzhina. "Kafe, si gjithmonë," ju përgjigj ajo duke buzëqeshur ndërsa vishte rrobën e shtëpisë, një fustan të lehtë lulezonjë që Genci ja kishte bler vitin e kaluar për ditëlindjen e saj. Çdo gest I tij, çdo fjalë, çdo vështrim, gjithçka ishte bërë pjesë e ritualit të tyre të përditshëm, një koreografi e përsosur e dashurisë që kishin ndërtuar vit pas viti. Afërdita zbriti shkallët me ngadalë, duke mbajtur dorën në parmuak për të mbështetur trupin që po ndinte rëndësinë e viteve. Në korridorin e shtëpisë, fotografitë e familjes së tyre shikonin nga muret, martesa e tyre në vitin 1985, lindja e dy djemve të tyre, Arianit dhe Donikut, diplomimi I tyre, martesat e tyre. Çdo kornizë ishte një fragment I një jete të plotë, të lumtur, të realizuar. "Ja kafja jote, zemër," tha Genci duke ja dorëzuar filxhanin e vogël me kujdes. Dora e tij e dridhur pak, një tregues I moshës, preku dorën e saj, dhe ajo ndjeu atë ngroftësi që nuk ishte munguar kurrë në këto 4 dekada. Genci ishte një burr me shtat mesatar me mjekër të bardhë të qethur me kujdes dhe sy ngjyrë gështenje që andej shkëlqenin me ngrohtësinë që e kishte bërë Afërditën të dashurohej me të në moshën 20 vjeç. Atëherë ai ishte inxhinier I ri, plot ambicie dhe ëndra. Tani në moshën 64 vjeç ishte pensionist, por andej ruante atë dinjitet dhe qetësi që e kishte karakterizuar gjithmonë. "Do shkosh në treg sot?" pyeti Afërdita duke pirë kafen ngadalë, duke shijuar shijen e saj të hidhur dhe të ëmbël njëkohësisht. "Po, mendoja të bëj një xhiro," tha Genci duke shmangur lehtë shikimin e saj. "Kam disa punë për të rregulluar." Afërdita e vështroi për një moment. Kishte diçka në zërin e tij, një tension të lehtë, pothuajse të padukshëm, që ajo nuk e kishte vënë re më parë. Por e shpërfilli. Pas kaq vitesh martese, ndonjëherë imagjinata luante lojra me njeriun. "Mirë, por mos harro që pas dite vjen Arionti me erën, dhe fëmijët, dua të bëjmë një drekë familjare," I kujtoi ajo. "Si mund ta harroj?" buzëqeshi Genci. "Jam gjysh tani, apo jo?" Ato fjale që të suan Afërditën, gjithçka dukej normale, gjithçka ishte ashtu siç kishte qenë gjithmonë. Por kjo do t'ishte dita kur gjithçka do të shkatërrohej. Rreth orës së 10 të mëngjesit, Genci u nis nga shtëpia me çantën e vogël të lëkurës që e kishte për vite. Afërdita e pa nga dritarja kur ai hyri në makinën e tyre të vjetër, një Volkswagen Golf gri që kishin bler 15 vite më parë, dhe u largua drejt rrugës kryesore. Ajo u kthyre në punët e shtëpisë, pastroi dhomën e ndenjës, lau pjata, përgatiti brum për byrek që do ta piqte për drek. Ndërsa punonte, telefoni I saj celular zuri të bjerë. Ishte Arianti, djali I madh. "Mamisia," dëgjoi zërin e ngrohtë të djalit të saj. "Mirë bir. Po presim me padurim që të vini pas dite." "Po, do vim, por doja të të pyes diçka. Babi ku është?" "Doli për pak, ta se ka disa punë për të rregulluar." U bë një heshtje e shkurtër në vi. "Mami, a ka qenë mirë babi kohët e fundit?" Afërdita ngriti vetullat, e habitur nga pyetja. "Pse, çfarë ka ndodhur?" Asgjë, tha Arianti shpejt. "Thjesht e pash pak të shqetësuar javën e kaluar, por ndoshta jam unë që po marr vesh keq." "Të gjithë po plakemi, Arian," ju përgjigj Afërdita me një buzëqeshje të trishtuar. "Edhe babai yt ka shqetësimet e tij, sikundër dhe unë." Pas një bisede tjetër të shkurtër, ata u ndan. Por fjalët e Arianit mbeten në mendjen e Afërditës si një re e errët që refuzon të largohet. A kishte vënë në re diçka te Genci? A kishte pasur momente kur ai duke I larguar I humbur në mendime? Ajo u ul në divanin e vjetër të dhomës së ndenjes dhe filloi të kujtonte javët e fundit.
Genci kishte dalë më shpesh se zakonisht. Kishte pranuar telefonata në orë të çuditshme dhe kishte shkuar në dhomë tjetër për t'u përgjigjur. Kishte pasur net kur flinte pak dhe Afërdita e kishte gjetur ulur në kuzhinë, duke pirë ujë dhe duke vështruar natën nëpër dritare, si një njeri që përpiqet të zgjedhë një enigmë të paarritshme. Por asnjëherë nuk ishte pyetur. Besimi mes tyre ishte i padiskutueshëm. Ata kishin kaluar vite të vështira, varfërinë e viteve 90, ikjen e djemve nga shtëpia, humbjen e prindërve të tyre, por kurrë nuk kishin dyshuar tek njëri tjetri. Pasdite, rreth orës 5, Arianti erdhi me familjen e tij. Era, gruaja e tij, ishte një grua e sjellshme dhe plot jetë, dhe dy fëmijët e tyre, Sami dhe Lara, u vërsulën menjëherë tek gjyshja për ta përqafuar. "Gjyshe, çfarë ke përgatitur për ne?" pyeti Sami, një djalë 9 vjeçar me sy të mëdhenj plot kureshtje. "Byrek me djath, i preferuari yt", buzëqeshi Afërdita duke i përkëdhelur flokët. Genci arriti pak më vonë, rreth orës 6. Hyri në shtëpi me një shprehje të lodhur dhe Afërdita vori re se fytyrën e kishte pak më të zverdhë se zakonisht. "Çfarë ke, Genc? Duket sikur je shumë i lodhur", tha ajo me shqetësim. "Jam mirë, thjesht pak i raskapitur", u përgjigj ai duke u përpjekur të buzëqesh. "Ku janë niprit?" Dreka ishte e qetë dhe plot me të qeshura. Fëmijët rrëfenin për shkollën, Era fliste për punën e saj si infermiere, dhe Arianti shpjegonte projektet e tij të reja si arkitekt. Por Afërdita nuk mund ta largonte shikimin nga Genci. Ai buzëqeshte, bënte shaka, luante me niprit, por kishte diçka në sytë e tij, një trishtim të thellë që ai përpiqej ta fshihte. Pas darkës, ndërsa Era dhe fëmijët po shiheshin në televizor, Arianti tërhoqi Afërditën me njan në kuzhinë. "Mami, duhet të të them diçka", tha ai me zë të ulët. Zemra e Afërditës u ngrit në fyt. "Çfarë ka ndodhur?" Arianti hezitoi. Pastaj nxori telefonin e tij dhe i tregoi një mesazh që kishte marrë një ditë më parë nga një numër i panjohur. "Dua të takoj babain tënd. Kam diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë, lidhur me Gencin, firma e tij e vjetër nga Durrësi." Afërdita e lexoi mesazhin 2 herë, 3 herë. Fjalët nuk kishin kuptim. "Kush është ky?" pyeti ajo me zë të dridhur. "Nuk e di", tha Arianti. "Kam kërkuar të kuptoj më shumë, por nuk më përgjigjet. Por më shqetëson fakti që përmend emrin e babarit dhe firmën e vjetër." Afërdita ndjeu një val ankthi. Genci kishte punuar në Durrës për shumë vite, kur firmën inxhinierike ku ishte punësuar. Por ajo firmë kishte mbyllur prej më shumë se 10 vitesh. Çfarë mund të kishte lidhje me të tani? "A ja ke thënë babait?" pyeti ajo. "Jo, doja të flas më parë me ty." Afërdita e vështruaj të birin me sy plot frikë. "Mos ja thuaj asgjë, do flas unë me të." Atë natë, pasi vizitorit u larguan, Afërdita dhe Genci metën vetëm. Ajo e solli një çaj në dhomën e ndenjës dhe ul pranë tij. "Genc", filloi ajo me zë të butë. "A ka diçka që po të shqetëson?" Ai e shikoi me një vështrim të lodhur. "Pse po më pyet këtë?" "Sepse të njoh prej 40 vitesh. Dhe di kur diçka nuk është në rregull." Genci mblodhi frymë thellë dhe u ngrit në këmbë. Shkoi deri te dritarja dhe vështroi rrugën e errët jashtë. "Afër", tha ai pa u kthyer. "Ka gjëra në jetë që nuk mund t'i shpjegosh lehtësisht. Ka vendime që merr dhe që të ndjekin përgjithmonë." Zemra e Afërditës filloi të rrëh me forcë. "Çfarë do të thuash?" Ai u kthye dhe vështroi me sy plot dhimbje. "Dua që të dish se çdo gjë që kam bërë, e kam bërë me dashurinë më të madhe për ty dhe për fëmijët tanë. Por ka gjëra që janë jashtë kontrollit tim." "Genc, po më tromakson. Çfarë po ndodh?" Ai nuk u përgjigj. Në vend të kësaj, shkoi në dhomën e gjumit dhe la Afërditën të ulur vetëm, me zemën plot pyetje dhe frikë. Afërdita nuk fli atë natë. Shtrihet në krevat pranë Gencit, që tashmë fle thellë, ose pretendon se fle, dhe dëgjon frymëmarrjen e tij të rregullt. Mendja e saj është një vorbull pyetjesh. Çfarë ka dashur të thotë Genci me ato fjalë kriptike? Çfarë lidhje ka ky mesazh i çuditshëm që Arianti mori? Dhe përse, për herë të parë në 40 vjet, ajo ndjet sikur nuk e njeh burrin që fle pranë saj.
Në orët e para të mëngjesit, ajo vendos të marrë një vendim. Duhet të zbuloj të vërtetën, çfarëdo që të jetë ajo. Kur Genci zgjohet, ajo tashmë është në kuzhinë, duke përgatitur mëngjesin. E vështron kur ai zbret shkallët, dhe për një moment ai duket më i vjetër se dje, sikur nata e ka rënduar me vite shtesë. Mirëmëngjes, thot ai me zë të butë. Mirëmëngjes, përgjigjet Afërdita, por zëri i saj është i ftohtë, i largët. Ata hanë në heshtje. Vetëm tingulli i lugëve që prekin pjatat dëgjohet në kuzhinë. Tensioni është i prekshëm, si një tel i shtrënguar, gati për të këputur. Genc, po më tromakson. Çfarë po ndodh? Ai nuk u përgjigj. Në vend të kësaj, shkoi në dhomën e gjumit dhe la Afërditën të ulur vetëm, me zemrën plot pyetje dhe frikë. Çfarë dëshiron të dish? Pyet ai. Gjithçka, dua të di çfarë po ndodh, pse po sillen kështu, çfarë janë ato gjëra jashtë kontrollit që përmende dje. Genci mbyll syt dhe fërkon fytyrën me duar. Kur i hap syt përsëri, janë plot me një trishtim kaq të thellë sa Afërdita ndihet sikur po mbyetet. Afër, fillon ai me zë të dridhur. Ka gjëra në të kaluarën time që nuk të kam treguar kurrë. Jo sepse nuk të besoj, por sepse kisha frikë se do të humbasja gjithçka që më është dashur. Afërdita ndjeu sikur dyshemea po hapej nën këmbët e saj. Çfarë gjërash? Genci ngrihet nga tavolina dhe fillon të ecë përpara mbrapa në kuzhinë, si një kafshë e burgosur. Kur punoja në Durrës në vitet 90, fillon ai ngadalë, jeta ishte shumë e vështirë. Ti e di këtë, paga ishte e ulët, firma ku punoja nuk paguan për muaj të tërë, ti ishe këtu në Tiranë me 2 djemë të vegjël, dhe unë kisha frikë se nuk do të mund t'ju ushqeja, nuk do të mund të kujdesem për familjen time. Afërdita dëgjon me zemër të rënduar. Ato vite kishin qenë vërtet të vështira. Ajo kujtonte netët kur numëronte monedhën për të blerë bukë, ditët kur vishte të njëjtët rroba për javë të tëra, sepse nuk kishte para për të blerë të reja. Po, e kujtoj, thot ajo me zë të butë. Por e kaluam së bashku, kemi mbijetuar. Po, vazhdon Genci, por ka gjëra që nuk i di. Gjatë atyre viteve unë u detyrova të bëj zgjedhje që më kanë ndjekur deri sot. Çfarë zgjedhjesh? Ai ndalon dhe vështron direkt në sy. Pranova një ofertë pune në Kosovë, një projekt i madh ndërtimi në Prishtinë. Do të paguante mirë, shumë mirë. Por kishte një kusht. Duhej të jetoja atje për 2 vjet, pa mundësi për të ardhur shpesh në shtëpi. Afërdita u ndje e hutuar. Por ti nuk e jetuar kurrë në Kosovë, ti ke qenë gjithmonë këtu, ose në Durrës. Genci u li kokën. Jo, kam jetuar atje, por të kam gënjur për vendin ku isha. Të thoja se isha në Durrës, kur në të vërtet isha në Prishtinë. Fjalët e tij bien si një gur në ujë të qetë, duke krijuar valë që shpërndahen në të gjitha drejtimet. Afërdita ndjeu sikur muri që kishte ndërtuar për 40 vjet, muri i besimit, i sigurisë, i dashurisë, filloi të shkatërrohej cop-cop. Pse? Pyeti ajo me zë të thyeshëm. Pse më gënjeve? Sepse kisha frikë, tha Genci, dhe tani lotët filluan të rrjedhin në faqet e tij. Kisha frikë se nëse të thoja të vërtetën, do të më lije. Kisha frikë se do të mendoje që po të braktisja ty dhe djemt. Afërdita ndjeu një val zemërimi që po ngrihej në kraharor. Dhe çfarë tjetër nuk më ke thënë? Pyeti ajo me zë të ashpër. Çfarë tjetër ke fshehur prej meje? Genci nuk u përgjigj menjëherë. Heshtja e tij ishte më tronditëse se çdo fjalë që mund të thoshte. Genc, thirrja Afërdita duke u ngritur nga karrigja. Përgjigju. Ai e vështroi me shprehje dëshpërimi. Ka më shumë, tha përfundimisht. Shumë më shumë se sa mund të imagjinosh. Afërdita doli nga kuzina dhe shkoi në dhomën e ndenjes. Ndjeu nevojën për të qenë vetëm, për të përpunuar atë që sapo kishte dëgjuar. Genci e kishte gënjur për vite. Çfarë tjetër kishte fshehur? Ajo dëgjoi Gencin që vinte pas saj, por nuk u kthyre. Afër, të lutem, tha ai me zë të përlotur. Lerë më të shpjegoj gjithçka.
Atëherë fol, tha ajo duke u kthyer me furi. Tregom çdo gjë që më ke fshehur, çdo gënjeshtër, çdo sekret, tani. Genci u ul në divanin e vjetër dhe vuri kokën në duar. Për një moment Afërdita mendoi se ai nuk do të fliste më, por pastaj ai filloi të rrëfente. Kur isha në Prishtinë, tha ai me zë të lodhur, takova njerëz të rinj, koleg pune, fqinj, miq, ndërta ishte një grua që quhej Lindita. Ajo ishte nga Peja, e re, e vetme. Kishte humbur familjen në luftë dhe po përpiqej të ndërtonte një jetë të re. Afërdita ndjeu zemrën duke u ngrirë. Vazhdo, tha ajo me zë të ftohtë. Ne u bëm miq, vazhdoi Genci. Ajo më ndihmonte me gjëra të vogla, më gatuante ndonjëherë, më jepte këshilla për qytetin. Dhe me kalimin e kohës, ne u afruam. Sa shumë u afruat, pyeti Afërdita, megjithëse tashmë e dinte përgjigjen. Genci e ngre shikimin dhe sytë e tij ishin plot turp dhe pendim. Shumë, tha ai, më shumë nga sa do të duhej. Ato fjalë ishin si një thik që shpoi zemrën e Afërditës. Ajo u ngjeu këmbët duke mos e mbajtur më dhe u ul në karrigen më të afërt. Ti më tradhtove, tha ajo me zë thuajse të padëgjueshëm. Jo, tha Genci shpejt. Jo në atë mënyrë që mendon. Unë kur nuk çfarë, thirrja Afërdita. Kur nuk fjete me të? Kur nuk e puthjete? Kur nuk i the që e doje? Genci nuk ju përgjigj, dhe heshtja e tij ishte përgjigja më tronditëse që mund t'i jepte. Orët që pasuan ishin më të vështirat në jetën e Afërditës. Ajo e dëgjoi Gencin duke rrëfyer gjithçka. Si kishte filluar lidhja me Linditën, si kishte vazhduar për muaj të tërë, si ai ishte ndarë me të kur projekti përfundoi dhe ai u kthye në Tiranë. Por asgjë nuk vazhdoi pas asaj, tha Genci me zë të përlotur. Unë nuk theva tek ti, tek familja jon, dhe kur nuk kam pasur kontakt me të që atëherë. Pra ti mendon se kjo e bën më mirë? Pyeti Afërdita me ironi. Ti mendon se fakti që nuk e ke parë më e fshin atë që bëre? Jo, tha Genci duke ulur kokën. E di që nuk ka falje për atë që bëra, por doja që të dije që kur nuk ndalova së dashuruarit ty. Kur? Afërdita e vështroi me një shprehje që ishte një përzierje e dhimbjes, zemërimi dhe zhgënjimi të thellë. Pse po më tregon këtë tani, pas 40 vitesh? Pse jo më përpara? Genci mori fryn thellë. Sepse Lindita më ka gjetur. Ajo më ka dërguar mesazhe dhe ajo dëshiron të më takojë. Afërdita ndjeu sikur bota po rrotulloi rreth saj. Çfarë dëshiron nga ty? Nuk e di, por kam frikë se ajo do të kërkojë diçka që nuk mund t'ja jap. Ditët që pasuan ishin një ferr për Afërditën. Ajo nuk flinte, nuk hante, nuk fliste me askënd. Arianti dhe Era e pyetën disa herë nëse ishte mirë, por ajo thjesht buzëqeshi dhe thoshte që ishte e lodhur. Genci, nga ana tjetër, dukej sikur po shkatërrohej nga brenda. Ajo përpoq të flasë me Afërditën disa herë, por ajo refuzoi të përgjigjej. Ajo kishte nevojë për kohë për të përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. Një mbrëmje, ndërsa Afërdita ishte vetëm në shtëpi, Gencin kishte dalë për të blerë disa gjëra nga dyqani, telefoni i saj zuri të bjerë. Ishte një numër i panjohur. Ajo hezitoi, pastaj ju përgjigj. Alo? Përshëndetje, a është ky numri i Afërdita Kolës? Pyeti një zë femëror në anën tjetër të vijës. Po, kush po flet? Quhem Lindita, Lindita Berisha. Mendoj se burri juaj ka përmendur emrin tim. Afërdita ndjeu sikur gjaku po ngrihej në kokën e saj. Çfarë dëshiron? Pyeti ajo me zë të ftohtë. Dua të takoj ju dhe Gencin, tha Lindita me zë të qetë. Ka gjëra që duhet t'i dini, gjëra që Genci nuk ju a ka thënë. Si çfarë? Pyeti Afërdita, megjithëse pjesë e saj nuk donte të dëgjonte përgjigjen. Është më mirë të flasim ballë për ballë, tha Lindita. A mund të takohemi nesër? Mund të vijë në Tiranë. Afërdita deshi të refuzonte, të mbyllte telefonin dhe të harronte këtë bisedë. Për diçka, një nevojë e thellë për të ditur të vërtetën e plot, e bëri të pranonte. Mirë, tha ajo. Nesër në orën 3 pasdite. Do të dërgoj adresën. Kur telefoni mbyllet, Afërdita mbeti të ulur në heshtje duke vështruar muret e shtëpisë që kishin qenë shtëpia e saj për kaq shumë vite. Tani, gjithçka dukej e huaj, e largët, sikur po shikonte jetën e dikujt tjetër. Të nesërmen në orën 3 pasdite, Afërdita ishte ulur në dhomën e nenjës.
e veshur me një fustan të thjeshtë të zi dhe me flokut e lidhur mbrapa. Donte të dukej e fortë, e dinjitetshme, megjithse nga brenda ndjente sikur po shkatrohej. Genci ishte ulur pranë saj, duart e shtrënguar së bashku dhe fytyra e zbetë. Ai nuk ishte folur shumë që në mëngjes, vetëm kishte thënë që e mbështete çfarë do vendimi që Afërdita merrte. Kur dera e shtëpisë u trokit, Afërdita ndjeu një val ankthi që i kaloi nëpër trup. Genci u nglit për të hapur, por ajo e ndaloi me një gest të dorës. "Jo," tha ajo me vendosmëri. "Do ta hap unë." Ajo shkoi deri te dera dhe e hapi ngadalë. Para saj qëndronte një grua rreth të 60 vjetave, me flokë të bardhë të shkurtër dhe sy të kaltër që e vështruan me një përzierje respekti dhe trishtimi. Ishte e veshur thjesht, me një xhaketë të lehtë dhe një bluzë të bardhë. Në duar mbante një çantë të vogël. "Afërdita?" pyeti gruaja me zë të butë. "Po," u përgjigj Afërdita duke e vështruar me shprehje të ftohtë. "Ti je Lindita?" "Po," tha ajo. "Faleminderit që pranove të më takosh." Afërdita e ftoi të hynte, megjithse çdo qelizje trupit të saj donte ta largonte atë grua nga shtëpia e saj. Lindita hyri dhe kur pa Gencin ulur në dhomën e ndenjes, ndaloi për një moment. Shprehja në fytyrën e saj ishte e pasgjithshme, një përzierje e surprizës, nostalgjisë dhe diçka tjetër që Afërdita nuk arriti ta identifikonte. "Genc," tha Lindita me zë të butë. "Lindita," u përgjigj Genci duke u ngritur në këmbë. Zëri i tij dridhej. Afërdita i bëri shenjë Linditës të ulej në koltukun përballë divanit, ku ishin ulur ajo dhe Genci. Tensioni në dhomë ishte kaq i dendur sa mund të pritej me thik. "Pra," filloi Afërdita me zë të kontrolluar, megjithse zemra i rrahte me forcë. "Çfarë ishin ato gjëra që duaj t'i dinim? Çfarë sekreti tjetër fsheh burri im?" Lindita e vështroi me sy plot dhimbë. Pastaj ktheu shikimin tek Genci. "A nuk i ke treguar?" pyeti ajo. "Çfarë ti them?" tha Genci me zë të thyeshëm. "Unë mendoja se gjithçka kishte mbaruar." Lindita mblodhi frym thellë dhe e nxori nga çanta e saj një zarf të verdhur nga vitet. E vendosi në tavolinën e vogël që ndahej mes tyre. "Brenda këtij zarfi," tha ajo me zë të qetë por të qartë, "janë fotografi, letra dhe dokumente që dëshmojnë të vërtetën që Genci nuk guxoi t'u tregoj." Afërdita e zgjati dorën dhe mori zarfin me duar që dridheshin. Kur e hapi, zemra i ndaloi për një moment. Brenda kishte fotografi të Gencit me një grua të re, Lindita, kuptoi ajo, fotografi ku ai mbante në krah një fëmijë, fotografi familjare ku Genci qeshte me një djalë të vogël që i ngjante shumë. Çfarë është kjo?" pyeti Afërdita me zë që mezi të dëgjohej. "Emri i tij është Ardi," tha Lindita me lot në sy. "Është djali yt, Genc, djali ynë." Dhoma filloi të rrotullohej përpara syve të Afërditës. Ajo nuk mund të merrte frym, nuk mund të lëvizte. Fjalët e Linditës jehonin në mendjen e saj. "Djali ynë, djali ynë, djali ynë." Genci kishte varur kokën dhe qante në heshtje. Afërdita e vështroi sikur po shikonte një të huaj. Ti ke një fëmijë me të?" pyeti ajo, zëri i saj tashmë i thyer nga dhimbja. "Po," tha Genci me zë të mposhtur. "Kur u largova nga Prishtina, Lindita ishte shtatzën, por unë nuk e dija. Ajo nuk më tha derisa Ardi lindi." "Dhe kur e mësove?" pyeti Afërdita, lotë duke filluar të rrjedhi në faqet e saj. 5 vjet më vonë, tha Genci. "Lindita më gjeti dhe më dregoi, por atëherë ishte shumë vonë. Ti dhe unë kishim ndërtuar një jetë, djemtam po rriteshin. Nuk dija çfarë të bëja." "Pra, vendose të vazhdosh të gënjesh?" thiri Afërdita duke u ngritur në këmbë. "Vendose të më fshihesh që ke një familje tjetër, një familje tjetër." "Nuk është një familje tjetër," tha Genci duke u ngritur edhe ai. "Unë kur nuk kam jetuar me Linditën pas asaj, kur." "Por e ke mbështetur atë?" ndërhyri Lindita me zë të qetë. "Genci na ka dërguar para çdo muaj për të paguar shkollën e Ardit, për të paguar ushqimin e veshjen. Ai ka qenë aty për ne, edhe kur nuk ka qenë fizikisht pranë." Afërdita u kthye nga Lindita me një shprehje furie. "Dhe ti mendon se kjo të bën heronj?" pyeti ajo me zë plot akuza. "Ti erdhe në jetën time, më more burrin
dhe tani vjen në shtëpinë time për të më treguar që ai ka pasur një familje sekrete me ty për dekada. Jo, tha Lindita duke lëkundur kokën. Unë nuk erdha për të lënduar. Erdha sepse Ardi po vdes. Heshtja që ra në dhomë ishte shurdhimse. Afërdita e vështroi Linditën me sy të zgjeruar. Çfarë the? Lindita fshiu lotët që kishin filluar të rrjedhin në faqet e saj. Ardi ka një sëmundje të rrallë të gjakut, ka nevojë për një transplant të palcës kockore, por unë nuk jam përputhje, dhe askush tjetër në familjen time nuk është. Mjekët thanë se shanset më të mira janë nga një gjysmë vëlla apo gjysmë motër. Afërdita u ndje sikur po rrëzohej në një gremin pafund. Kuptoi menjëherë ku po shkonte kjo bisedë. Jo, tha ajo duke lëkundur kokën. Jo. Afër, filloi Genci, por ajo e ndërpreu. Mos guxo të më thuash emrin, thirrja Afërdita. Mos guxo. Ajo u largua nga dhoma e ndenjës dhe shkoi në kuzhinë, duke kërkuar ajër, duke kërkuar hapësirë nga kjo makth që po jetonte. Por Genci erdhi pasaj. Afër, të lutem, tha ai me zë të përlotur. E di që kam gabuar, e di që nuk meriton falje, por ai është djali im, ai po vdes. Afërdita u kthyre dhe e vështroi me një shprehje që ishte një përzierje e dhimbjes, zemërimit dhe diçka që ngjante me neveri. Dhe çfarë dëshiron nga unë? Pyeti ajo me zë të ftohtë. Dëshiron që unë t'u them djemve tan që ka një vëlla që nuk e ka njohur kurrë? Dëshiron që t'i lutem që të testohen për të shpëtuar djalin e gruas që ti tradhtove me të? E di se është shumë për të kërkuar, tha Genci, duke rënë në gjunjë para saj. Por nuk kam kujt tjetër t'i drejtohem. Ariangjë dhe Doniki janë shpresa e vetme. Afërdita e shikoi burrin e saj, burrin që kishte dashuruar për 40 vjet, burrin që kishte besuar verbërisht, burrin që tani e shihte për herë të parë si në të vërtetë ishte, dhe ndjeu diçka të thyet brenda saj. Dil nga kjo shtëpi, sa ajo me zë të ulët për të prerë. Afër, dil, thyri ajo, dil tani. Genci u ngrit ngadalë, me syt plot lot, dhe shkoi drejt derës. Para se të dilte, u kthye një herë të fundit. Do të pres derisa të jesh gati për të folur, tha ai. Por të lutem, mendoje. Ai është një fëmijë i pafajshëm. Kur dera u mbyll, Afërdita u rrëzua në dysheme dhe qau si nuk ishte qark kurrë në jetën e saj. Ditët që pasuan ishin më të errtat në jetën e Afërditës. Ajo nuk foli me askënd për atë që kishte zbuluar. Si mund të shpjegonte? Si mund t'u thoshte djemve të saj që babai i tyre kishte jetuar një jetë të dyfisht për dekada? Si mund t'u kërkonte që të testohen për të shpëtuar një vëlla që nuk e dinin se ekzistonte? Genci kishte shkuar të jetonte te një kushëri i tij. Çdo ditë i dërgonte mesazhe Afërditës, duke ju lutur që të fliste me të. Por ajo nuk përgjigjej. Nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk dinte çfarë të ndjente. Arianti dhe Doniki vunë re që diçka nuk shkonte mirë. Ata e pyetën nënën e tyre disa herë, por ajo thjesht thoshte që kishte një mosmarrveshje me babain e tyre dhe që gjithçka do të rregullohej, por e vërteta nuk mund të fshihej gjithmonë. Një pasdite, ndërsa Afërdita ishte ulur në balkonin e shtëpisë duke pirë çaj, Arianti erdhi pa paralamëruar. Ai kishte një shprehje shqetësimi në fytyrë. Mami, tha ai duke ulur pranë saj. Çfarë po ndodh vërtet? Babi nuk është në shtëpi prej ditësh. Ti nuk po fjet me ne. Çfarë ka ndodhur? Afërdita e vështroi djalin e saj. Djalin e saj të matur, të arsyeshëm, djalin që ngjante kaq shumë babait të tij. Dhe kuptoi që nuk mund të vazhdonte të gënjente. Arian, filloi ajo me zë të lodhur, ka gjëra që nuk i di për babain tënd. Gjëra që as unë nuk i dija deri para pak ditësh. Çfarë lloj gjërash? Pyeti Arianti. Shqetësimi në fytyrën e tij po thellohej. Afërdita mori frymthell dhe filloi të tregoj. I tregoi për lidhjen e Gencit me Linditën, për fëmijën sekret, për gënjeshtra dhe fshehjet e dekadave të tëra. Me çdo fjalë që thoshte, pa fytyrën e Arianit duke ndryshuar, nga shqetësimi në befasi, nga befasia në mosbesim dhe më në fund në një dhimbje të thellë. Kur ajo mbaroi, Arianti mbeti të ulur në heshtje për një kohë të gjatë. Më në fund, ai foli. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë, tha ai me zë të thyeshëm. Babi nuk do të bënte kurrë diçka të tillë. Edhe unë mendoja kështu,
tha Afërdita me zë të trishtuar. Por të vërteta është e vërteta, edhe kur na vemb. Dhe çfarë dëshiron nga ne? Pyeti Arianti. Lindita dhe babai? Afërdita i tregoi për sëmundjen e Ardit dhe nevojën për transplant. Ata duan që ti dhe Doniki të testohen, për të parë nëse jeni përputhje për palcën kockore. Arianti u ngrit nga karrige dhe filloi të eci përpara e mbrapa në balkon, duart e shtrënguara në grushta. Kjo është e çmendur, tha ai me zë të fortë. Babi ka pasur një fëmijë tjetër gjithë këtë kohë dhe tani dëshiron që ne ta shpëtojmë? Nuk është faji i Ardit, tha Afërdita me zë të butë. Ai është një fëmijë i pafajshëm që nuk ka zgjedhur të lindë në këtë situatë. Por nuk është përgjegjësia jon, thirrri Arianti. Ne nuk e njohim as. Pse duhet ta ndihmojmë? Afërdita nuk kishte përgjigje. Ajo vetë kishte pyetur të njëjtën gjë qindra herë në mendjen e saj. Nuk po të kërkoj të bësh asgjë, tha ajo përfundimisht. Po të tregoj të vërtetën, dhe ti vendos vetë. Arianti ul përsëri dhe mbajti kokën në duar pas një heshtjeje të gjatë. Duhet ta takoj, tha ai pas një heshtjeje të gjatë. Duhet ta shoh babarin dhe ta dëgjoj nga goja e tij. Takimi ndodhi 2 ditë më vonë në shtëpinë e kushëririt të Gencit, një apartament të vogël në lagjen Kombinat. Arianti shkoi vetëm, duke refuzuar që Afërdita ta shoqëronte. Kur Genci hapi derën dhe pa djalin e tij, fytyra i ndriçoi për një moment, por pastaj u fiku kur pa shprehjen e ftohtë në fytyrën e Arianit. Bir, tha Genci me zë të përlotur. Faleminderit që erdhe. Mos më thuaj Bir, tha Arianti me zë të ashpër duke hyrë brenda. Nuk di nëse të meriton akoma atë titull. Ata ulën në dhomën e vogël të ndenjës. Genci dukej se kishte plakur 10 vjet në pak ditë. Fytyra e tij ishte e zbeht, sytë e kuq nga lotët dhe pamja përgjithshme e një njeriu të shkatruar. Ku dëshiron të filloj? Pyeti Genci me zë të lodhur. Nga fillimi, tha Arianti. Dua të dëgjoj gjithçka, dhe kësaj here, pa gënjeshtra. Genci filloi të rrëfej të njëjtën histori që i kishte treguar Afërditës, për këtë herë me më shumë detaje. I tregoi për vitet e vështira në Durrës, për frikën e tij të vazhdueshme që nuk do të arrinte të ushqente familjen, për presionin që ndjeu kur pranoi punën në Prishtinë. Isha aq i fokusuar në të siguruar një të ardhme më të mirë për ju, tha ai, saqë nuk e pash se po humbasja momentin e tanishëm. Ju po rriteshit pa mua, dhe unë nuk isha atje. Dhe zgjidhja jote ishte të tradhtosh nënën tonë? Pyeti Arianti me ton akuzues. Jo, tha Genci duke lëkundur kokën. Nuk ishte një zgjidhje. Ishte një gabim, gabimi më i madh i jetës sime. Isha i vetmuar, i humbur, dhe Lindita ishte atje. Ajo më kupton, më dëgjonte dhe, ngadalë, gjërat shkuan jashtë kontrollit. Por nuk u ndal atje, tha Arianti me ton të hoht. Vazhdore të gënjesh, të fshihesh, të jetosh një jetë të dyfisht. E di, tha Genci duke filluar të qaj. E di që nuk ka falje për atë që kam bërë, por duhet ta dish se çdo ditë e jetës sime, që atëherë kam jetuar me fajsinë e asaj që bëra. Çdo herë që ju shikoja ty dhe Donikun, çdo herë që shikoja nënën tuaj, ndjeja një dhimbje kaq të madhe sa ndonjëherë mendoja se nuk do ta duroja dot. Atëherë pse nuk tregove të vërtetën? Pyeti Arianti me zë të peshtë. Sepse isha frikacak. Kisha frikë se do të humbasja gjithçka që më ishte e dashur. Kisha frikë se ju do të më urrenit, se nëna juaj do të më linte, se do të metja plotësisht vetëm. Arianti e vështroi baban e tij, burrin që kishte admiruar gjithë jetën, burrin që i konsideronte hero, burrin që tani e shihte si një njeri të thyer dhe plot defekte. Çfarë dëshiron nga unë? Pyeti ai përfundimisht. Dua që të më falësh, tha Genci. Jo sot, jo nesër, por ndoshta një ditë. Dhe dua që të mendos për Ardin. Ai është vëllai yt, edhe nëse nuk e ke njohur kurrë. Nuk është vëllai im, tha Arianti me ashpërsi. Është një i huaj. Jo, tha Genci duke lëkundur kokën. Ai është gjaku it. Ai ka të njëjtin ADN,
të njëjtët trashëgimtar, dhe tani ai pa vdes. Arianti u ngrit për të shkuar. Duhet të mendoj, tha ai. Duhet të flas me Donikun, me Erën, me familjen time. Kjo nuk është një vendim që mund ta marr vetëm. E kuptoj, tha Gjenci, por të lutem mos prit shumë. Kohëzgjatja që kanë dhënë mjekët është e kufizuar. Javët që pasuan ishin një cikël emocional për të gjithë familjen Kola. Arianti i tregoi gjithçka gruas së tij, Erës, e cila mbeti e shokuar, por këshilloi të vlerësonte situatën me mendje të ftoptë. Doniki, djali më i vogël i Afërditës dhe Gencit, ishte më i zemëruar se kushdo. Kur mësoi për tradhtinë e babait të tij, refuzoi madje të flasë me Gencin. Si guxon të kërkoj ndihmën tonë pas asaj që ka bërë, tha Doniki gjatë një darkje familjare në shtëpinë e Afërditës. Ai na tradhtoi të gjithëve, mamit, neve, gjithë jetën tonë ka qenë një gënjeshtër. E di bir, tha Afërdita me zë të lodhur. Por çfarë duhet të bëjmë? Atje jashtë ka një djalë i ri që po vdes. Nuk është problemi ynë, thirri Doniki duke goditur shuplak në tavolinë. Ai është djali i babait dhe asaj gruas. Le të merren vetë me të. Ai është gjysmëvllai yt, tha Arianti me zë të qetë. Dhe përderisa nuk është faji i tij për atë që ka bërë babai, a duhet ta lëm të vdes? Pse jo? Pyeti Doniki me ton sarkastik. Ne nuk e njohim, nuk kemi asnjë lidhje me të. Përveç gjakut, tha Era, duke ndërhyrë për herë të parë. Dhe kjo është një lidhje që nuk mund ta mohosh, pavarësisht sa të zemëruar je. Doniki i vështroi kunatin e tij me një shprehje të hidhur. Nuk kupton, tha ai. Nuk është familja jote që po shkatrohet. Jo, por është familja e burrit tim, tha Era me zë të butë. Dhe po vuaj me të. Heshtja që ra ishte e randë. Afërdita shikoi përreth tryezës, djemtë e saj të mëdhenj, gratë e tyre, niprit e saj që luanin në dhomën tjetër, dhe ndjeu një dhimbje të thellë në zemër. Ajo familje përsosur që kishte ndërtuar për 40 vjet, po coptohej para syre të saj. Çfarë dëshiron ti, mami? Pyeti Arianti duke e vështruar me shqetësim. Ti je ajo që është lënduar më shumë në gjithë këtë histori. Ti je ajo që ka të drejtën më të madhe të jetë e zemëruar. Çfarë mendon se duhet të bëjmë? Afërdita mblodhi frymë thellë. Kishte menduar për këtë pyetje ditë e natë pa gjumë a pushim. Nuk e di, tha ajo me sinqeritet. Pjesa një e meje dëshiron të mos ketë asgjë të bëjë me këtë situatë. Dëshiron ta ndëshkojë Gencin duke refuzuar të ndihmojë. Por pjesa tjetër e meje, pjesa tjetër nuk mund ta hiq nga mendja fytyrën e atij djali në fotografi. Ai ka sytë e babait tuaj, ka të njëjtën buzëqeshje. Atëherë ti dëshiron që ne të ndihmojmë? Pyeti Doniki me mosbesim. Dua që ju të bëni atë që mendoni se është e drejtë, tha Afërdita. Unë nuk mund të vendos për ju. Kjo është një zgjedhje që duhet ta bëni vetë. 2 ditë më vonë, Arianti shkoi në spitalin universitar Nën Tereza për t'u testuar. Nuk i tha askujt përveç Erës. Ai nuk donte presion, nuk donte sy të gjykues të tjerëve, thjesht donte të dinte nëse mund të ndihmonte. Rezultatet erdhën pas një jave. Ai ishte përputhje perfekte. Kur miku ja tha lajmin, Arianti u ndjej ndar. Nga njëra anë, kishte shansin të shpëtonte një jetë. Nga ana tjetër, kjo do të thoshte angazhim ndaj një familjeje që nuk e njihte, një lidhjeje që nuk e kishte kërkuar. Ai vendosi të takonte Ardin para se të merrte vendimin përfundimtar. Takimi u organizua në një kafene në qendër të Tiranës. Genci ishte atje dhe me të ishte Lindita dhe Ardi, një djalë i holl me lëkurë të zbehtë dhe sy të mëdhenj që shprehnin një lodhje më të thellë se sa mosha e tij. Kishte vetëm 22 vjeç, por dukej sikur kishte jetuar një jetë të tërë. Ardi, tha Genci me zë të emocionuar. Ky është Arianti, vllai yt. Ardi e vështroi Ariantin me një shprehje që ishte një përzierje shprese dhe frikë. Përshëndetje, tha ai me zë të dobët. Përshëndetje, u përgjigj Arianti duke ulur në tavolinë. Ata folën për një orë. Ardi tregoi për jetën e tij në Prishtinë, për shkollën që kishte mbaruar, për ëndrat që kishte pasur para se sëmundja ta godiste. Foli për nënën e tij, për flijimin e saj, për dashurinë që i kishte dhënë edhe në vështirësitë më të mëdha. Nuk po kërkoj keqardhje, tha Ardi në fund. E di që situata është e komplikuar, por kam nevojë për ndihmë, dhe ti je shpresa ime e vetme. Arianti e vështroi atë djalë.
Atë djali që tani e njihte si vëllain e tij dhe ndjeu diçka të lëvizte në zemrën e tij. Do ta bëj, tha ai. Do të dhuroj palcën kockore. Ardi filloi të qaj dhe Lindita e përqafoi me dhimbje. Madje edhe Genci nuk arriti të mbante lotët. Faleminderit, tha Ardi me zë të fyeshëm. Faleminderit. Operacioni u planifikuar për 2 javë më vonë. Ndërkohë, Doniki gjithashtu vendosi të testohej, megjithse nuk ishte përputhje. Ai nuk foli shumë për vendimin e tij, por Afërdita e dinte që për brenda ai gjithashtu po luftonte me ndjenjat e tij. Natën para operacionit, Afërdita shkoi në spital për të parë Ariantin. E gjeti të ulur në dhomën e tij, duke lexuar një libër. Si ndihesh? Pyeti ajo duke u ulur pranë tij. Nervoz, tha ai me një buzëqeshje të vogël, por edhe i qetë. E di që po bëj gjën e duhur. Afërdita e mori dorën e tij dhe e shtrëngoi. Jam krenare për ty, tha ajo me zë të emocionuar. Edhe në mes të kësaj dhimbje, ti zgjedhe dashurinë. E mësova nga ti, mami. Ti na mësove se dashuria nuk është vetëm një ndjenjë. Është një zgjedhje që bëjmë çdo ditë. Ato fjalë e prekën Afërditën thellë. Ajo e përqafoi djalin e saj dhe qau në heshtje. Operacioni zgjati 5 orë. Afërdita, Era, Doniki, Lindita dhe Genci pristin në korridorin e spitalit, secili i humbur në mendimet e tij. Tensioni ishte i prekshëm. Çdo minutë që kalonte duke i si një orë. Çdo tingull i hapave në Afërdita, nga ana tjetër, kaloi muajt në vetmi dhe reflektim. Ajo shkoi në terapi, diçka që nuk ishte bërë kurrë më parë, dhe filloi të punonte nëpër emocionet e saj. Terapistja, një grua e moshuar me një zë të butë dhe sy të mençur, e ndihmoi ta shikonte situatën nga këndvështrime të ndryshme. Tradhtia nuk është vetëm një akt, i tha terapistja një ditë. Është një thyerje besimit, një humbje e sigurisë. Por çfarë duhet të pyesni veten është, a ka diçka që ja vlen të shpëtohet nga kjo martesë? Afërdita mendoi thellë për këtë pyetje. Kishte pasur kaq shumë momente të mira, kaq shumë gëzim, dashuri, përkrahje. A mund të fshiheshin të gjitha nga një gabim edhe aq i madh sa ky? Ajo filloi të mbante një diar, duke shkruar ndjenjat e saj, duke përpunuar dhimbjen, duke kërkuar rrugën drejt një vendimi që do ta jepte paqe. Një ditë, 6 muaj pas operacionit, Afërdita vendosi ta ftonte Gencin për darkë, jo për t'i dhënë shpresë të rreme, por sepse kishte nevojë të fliste me të dëgjonte se si kishte ndryshuar, nëse kishte ndryshuar as pak. Genci erdhi me një buqet me lule trëndafila, të kuq, të preferuarit të Afërditës. Ajo i mori dhe i vuri në një vazo pa thënë asgjë. Darka ishte e thjeshtë, byrek, sallat dhe çaj. Hëngre në heshtje për një kohë, pastaj Afërdita e theu qetësinë. Si ke qenë? Pyeti ajo. Jo mirë, tha Genci me sinqeritet. Çdo ditë pa ty, pa djemt, pa familjen time ka qenë një torturë, por e di që e meritoj. A ke folur me Linditën? Pyeti Afërdita. Genci lëkundi kokën. Jo, ajo dëshironte të fliste, por i thash se nuk isha gati. Ndoshta kur nuk do t'jam. Pse? Pyeti Afërdita me kureshtje. Sepse e kuptova se ajo lidhje nuk ishte dashuri e vërtet, tha Genci. Ishte një arratisje, një mënyrë për t'ju shmangur problemeve të mia, por dashuria e vërtet nuk arrin kur jeni në vështirësi, qëndron dhe lufton. Ato fjale prekën Afërditën, por ajo nuk la të dukej. Çfarë ke mësuar nga i gjithë kja? Pyeti ajo. Genci e vështroi me sy plot pendim. Mësova se sekretet vetëm shkatrojnë, tha ai. Mësova se tradhtia nuk ndodh në një moment, ndodh në mijëra momente të vogla, kur zgjedh të gënjesh, të fshihesh, të largohesh, dhe mësova se kur humb besimin e dikujt që do, është gati e pamundur ta rifitosh. Por nuk është e pamundur? Pyeti Afërdita me zë të butë. Genci e vështroi me një shkëndi shprese në sy. A më thua që ka shpresë? Afërdita mblodhi frum thellë. Po të them që jam duke u përpjekur, tha ja. Jam duke u përpjekur ta kuptoj nëse mund të t'fal, nëse mund të rindërtoj besimin,
nëse mund të vazhdojmë së bashku, por nuk ka garanci. Mund të përpiqemi me gjithë forcën tonë dhe përsëri të dështojmë. E kuptoj, tha Genci, por a mund t'japim një shans? Afërdita nuk u përgjigj menjëherë. Në vend të kësaj, u ngrit dhe shkoi deri te dritarja, duke vështruar natën e errët jashtë. Mendoi për gjithë vitet që kishin kaluar së bashku, për gjithë dhimbjen e muajve të fundit, për mundësinë e një të ardhmeje ku mund të shëronin, ose të paktën të gjenin paqe. Mirë, tha ajo përfundimisht, duke u kthyer drejt tij. Do t'i japim një shans, por me kushte. Çfarë kushtesh? Pyeti Genci. Nuk do t'jetosh këtu menjëherë, tha Afërdita. Do të takohemi rregullisht, do të flasim, do të punojmë nëpërmjet çështjeve tona. Por derisa unë të ndihem e sigurt përsëri, ti do të qëndrosh tek kushëriri yt. Pranoj, tha Genci pa hezitim. Edhe më se më gënjen përsëri, nëse fsheh çfarëdo gjëje, sa do e vogël, do të mbaroj. Tha Afërdita me një zë të prerë. Nuk do të ketë një shans të tretë. Nuk do të ketë nevojë, tha Genci. Të premtoj, asnjë gënjeshtër më. Muajt që pasuan ishin një udhëtim i vështirë, por gradualisht ata filluan të rindërtonin atë që ishte thyer. Genci dhe Afërdita filluan të takohen 2 herë në javë, ndonjëherë për kafe, ndonjëherë për shëtitje, ndonjëherë thjesht për të folur në shtëpi. Ata folën për gjithçka, për vitet e vështira në Durrës, për momentet kur Genci kishte ndjerë se po dështonte si burrë dhe baba, për frikën e tij të vazhdueshme që nuk do të mjaftonte, dhe Afërdita dëgjoi. Jo sepse donte të justifikonte atë që ai kishte bërë, por sepse donte të kuptonte. Kur isha në Prishtinë, rrefeu Genci një ditë, ndërsa ecnin në parkun e liçenit artificial, ndija sikur isha duke u mbytur. Çdo ditë zgjohesha me një peshë në gjoks. Faji që kisha lënë familjen time, stresi i punës, vetmia e jetesës larg shtëpisë. Edhe kur takova Linditën, për një moment ajo peshë u lehtërsua, por nuk zhdukej, tha Afërdita me zë të qetë. Jo, pranoi Genci. Thjesht u zëvendësuam me një peshë tjetër, turpi, për atë që po bëja. Afërdita ndaloi dhe e vështroi. Pse nuk erdhe te unë? Pyeti ajo. Pse nuk më the se po luftoje? Unë do të kisha qenë atje për ty. E di, tha Genci me lot në sy. Por krenaria ime, krenaria e kot mashkullore nuk më lejoi. Mendoja se duhej të isha i fortë, të mos tregoja dobësi, të zgjidhja gjithçka vetë, dhe në vend që të kërkoja ndihmë, kërkova arratise. Ato fjalë e goditën Afërditën thellë. Ajo kuptoi se tradhëtia e Gencit nuk ishte thjesht për dëshirë apo pasion. Ishte për një boshllëk emocional që ai nuk ishte ditur si ta mbushte. Darka filloi në mënyrë të ngathët, heshtje të gjata, biseda të shkurtra, shikime të shpejta, por ngadalë, ndërsa ushqimi u shërbeu dhe vera filloi të rrjedh, gjërat u lehtësuan. Fëmijët luanin në dhomën tjetër, të paditur për kompleksitetin e situatës. Ardi dhe Arianti rrëfenin një histori që sharake nga një shëtitje e tyre së bashku. Doniki dhe Era diskutonin për punën e tyre, dhe Afërdita, Genci dhe Lindita ishin ulur në një cep të dhomës, duke folur me ngadalë, me kujdes, por me një sinqeritet të rrallë. Afërdita, tha Lindita në një moment, dua që të dish se nuk pata kurrë ndërmend të të lëndoja. Ajo që ndodhi midis meje dhe Gencit ishte një gabim nga të dy palët, por pendimi im më ka ndjekur çdo ditë që atëherë. Afërdita e vështroi atë grua që kishte qenë në mendjen e saj për muaj me radhë, si një figurë e errët, si një armike. Por tani, duke e parë nga afër, duke e dëgjuar të flas, e pa si një person të vërtet me pendime, me dhimbje, me një jetë të vështirë që kishte përjetuar vetëm. E di, tha Afërdita përfundimisht. Dhe edhe unë kam pendime.
Pendohem që nuk u hapa më shumë ndaj Gencit, kur ai po luftonte. Pendohem që nuk pyeta, që nuk këmbgula, që lëshova të kaluarit pa u drejtuar. Ti nuk ke asgjë për të cilën të pendohesh, tha Lindita me një ton të butë. Ti ishe një grua e përsosur, një nën e përsosur. Gjithçka që ndodhi nuk kishte të bënte me ty, kishte të bënte me ne. Ato fjalë e çliruan diçka brenda Afërditës. Një peshë që kishte mbajtur për kaq kohë, një fajsi që kishte ndjer edhe kur nuk ishte faji i saj. Faleminderit, tha ajo me zë të përlotur. Në fund të darkës, kur të gjithë po largoheshin, Genci e zuri Afërditën me njanë. Si ndihesh? Pyeti ai. Afërdita mendoi për një moment. E lodhur, tha ajo me një buzëqeshje të vogël, por gjithashtu e lehtësuar. Për herë të parë që prej muajsh, ndihem sikur po marr frym plotësisht. A do të thotë kjo se po shërohen? Pyeti Genci me shpresë në zë. Po, tha Afërdita përfundimisht, ngadalë, por po. Genci e përqafoi me kujdes dhe kësaj here ajo e ktheu përqafimin. Nuk ishte si përqafimet e vjetra, ende kishte një largësi, një ngurrim, por ishte një fillim. 2 vjet pas zbulimit që shkundi bazimet e familjes Kola, jeta kishte gjetur një ekuilibër të ri. Genci kishte lëvizur përsëri në shtëpinë e tij, por marrëdhënia me Afërditën ishte ndryshe. Nuk kishin më çiftin naiv që besonin verbërisht. Ishin 2 njerëz që kishin kaluar në përzjarr. Darka filloi në mënyrë të ngathët, heshtje të gjata, biseda të shkurtra, shikime të shpejta. Por ngadalë, ndërsa ushqimi u shërbye dhe vera filloi të rrjedh, gjërat u lehtësuan. Fëmujët luanin në dhomën tjetër, të paditur për kompleksitetin e situatës. Ardi dhe Arianti rafenin një histori që sharake nga një shëtitje e tyre së bashku. Donike dhe Era diskutonin për punën e tyre. Dhe Afërdita, Genci dhe Lindita ishin ulur në një cep të dhomës, duke folur me ngadalë, me kujdes, por me një sinqeritet të rrallë. Afërdita, tha Lindita në një moment, dua që të dish se nuk pata kur ndërmend të lëndoja. Ajo që ndodhi midis meje dhe Gencit ishte një gabim nga të 2 palët, por pendimi më ka ndjekur çdo ditë që atëherë. Afërdita e vështroi atë grua. Atë grua që kishte qenë në mendjen e saj për muaj në radhë si një figurë e errët, si një armike. Por tani, duke e parë nga afër, duke e dëgjuar të flas, e pa si një person të vërtet, me pendime, me dhimbje, me një jetë të vështirë që kishte përjetuar vetëm. E di, tha Afërdita përfundimisht, dhe edhe unë kam pendime. Pendohem që nuk u hapa më shumë ndaj Gencit kur ai po luftonte. Pendohem që nuk pyeta, që nuk këmbgungla, që lëshova të kaluarit pa u drejt. Ti nuk ke asgjë për të cilën të pendohesh, tha Lindita me një ton të butë. Ti ishe një grua e përsosur, një nënë e përsosur. Gjithçka që ndodhi nuk kishte të bënte me ty, kishte të bënte me ne. Ato fjalë e çliruan diçka brenda Afërditës, një peshë që kishte mbajtur për kaq kohë, një fajsi që kishte ndjer edhe kur nuk ishte faji i saj. Faleminderit, tha ajo me zë të përlotur. Në fund të darkës, kur të gjithë po largoheshin, Genci e zuri Afërditën më njanë. Si ndihesh? Pyeti ai. Afërdita mendoi për një moment. E lodhur, tha ajo me një buzëqeshje të vogël, por gjithashtu e lehtësuar. Për herë të parë që prej muajsh ndihem sikur po marr frym plotësisht. A do të thotë kjo se po shëroheni? Pyeti Genci me shpresë në zë. Po, ngadalë, por po. Genci e përqafoi me kujdes, dhe kësaj here ajo e ktheu përqafimin. Nuk ishte si përqafimet e vjetra. Ende kishte një largësi, një ngurim, por ishte një fillim. 2 vjet pas zbulimit që shkundi bazat e familjes Kola, jeta kishte gjetur një ekuilibër të ri. Genci kishte lëvizur përsëri në shtëpinë e tij, por marrëdhënia me Afërditën ishte ndryshe. Nuk ishin më çifti naiv që besonin verbërisht, ishin 2 njerëz që kishin kaluar në përzjarr dhe kishin mësuar se dashuria nuk është vetëm romans, por gjithashtu punë, komunikim dhe zgjedhje të vazhdueshme. Ata shkuan në terapi çifti për muaj me radhë, duke punuar në çështjet e tyre, duke mësuar të komunikonin në mënyra të reja,
duke rindërtuar besimin cop nga copa. Disa ditë ishin të vështira. Afërdita akoma kishte momente kur dyshonte, kur ndjente frikë që historia mund të përsëritej. Por Genci ishte i duruar, i hapur dhe dëshmoi me vepra se kishte ndryshuar. Arianti dhe Ardi kishin ndërtuar një lidhje vëllazërore të fortë. Ata takoheshin rregullisht, shkëmbenin libra, diskutonin filozofi dhe politik, dhe ndonjëherë thjesht shijonin një birre të qetë duke rrëfyer për jetën. Doniki gjithashtu kishte pranuar Ardin dhe madje kishte ftuar disa herë në udhëtime familjare. Lindita kishte kthyer në Prishtinë, por ruante kontakt me familjen Kola. Ajo dërgonte foto nga jeta e Arditit, përditësime për studimet e tij dhe ndonjëherë thjesht një mesazh të shkurtër për të falënderuar për gjithçka që kishin bërë. Afërdita kishte gjetur paqen në një mënyrë që nuk ishte menduar se do të ishte e mundur. Kishte mësuar se falja nuk do të thotë të harosh as të shtërohesh dhimbjen, do të thotë të zgjedhësh të mos e lejosh dhimbjen të përcaktojë. Kishte mësuar se familjet janë të pafundme, jo për shkak të gjakut, por për shkak të zgjedhjeve që bëjmë, për njerëzit që vendosim të mbajmë në jetën tonë. Një mbrëmje vjeshte, ndërsa Afërdita dhe Genci ishin ulur në balkonin e tyre duke parë perëndimin e diellit, ajo foli pa u kthyer nga ai. A mendon ndonjëherë për atë që do të ishte bërë nëse kurrë nuk do të kishte dalë e vërteta? Pyetja ajo. Genci mendoi për një moment. Po, tha ai. Dhe e di se do të kishin vazhduar të jetonim një gënjeshtër, dhe ndoshta një ditë ajo gënjeshtër do të na kishte shkatruar plotësisht. Pra, në një mënyrë të çuditshme, e vërteta na shpëtoi, tha Afërdita. Po, edhe nëse na shkaktoi dhimbjen më shumë se çdo gjë tjetër. Afërdita lëkundi kokën. Jeta është e çuditshme, tha ajo. Mendon se e di se si do të shkojnë gjërat dhe pastaj gjithçka ndryshon, por ndoshta kjo është pikërisht mënyra se si duhet të jetë, e papritur, e komplikuar, e mbushur me momente që na mësojnë diçka të re për veten tonë. Çfarë ke mësuar ti? Pyeti Genci. Afërdita mendoi thellë. Mësova se dashuria e vërtet nuk është perfekte, tha ajo. Mësova se njerëzit bëjnë gabime, ndonjëherë gabime të tmerrshme, por kjo nuk i bën në mosdashmërisht ata të këqinj. Mësova se falja është një dhuratë që i jepet vetes, jo tjetrit. Dhe mësova se familja nuk është ajo që na jepet, është ajo që ndërtojmë. Genci ja shtrëngoi dorën. Faleminderit, tha ai me zë të butë. Për çfarë? Pyeti Afërdita. Për mos u dorëzuar, tha ai. Për zgjedhjen e dashurisë edhe kur do të kishe pasur të drejtë të zgjidhje zemërimin. Afërdita buzëqeshi, një buzëqeshje të vërtet, të ngrohtë, që vinte nga zemra. Kështu bëjnë familjet, luftojnë, thyhen, por nëse ka dashuri, gjithmonë gjen një mënyrë për të shëruar. 5 vjet pas asaj dite kur Afërdita zbuloi sekretin më të madh të jetës së saj, ajo qëndronte në oborin e shtëpisë së saj, duke vështruar një skenë që një herë do të kishte menduar se ishte e pamundur. Arianti dhe Era po luanin me fëmijët e tyre. Tani kishin një djalë të ri, përveç Samit dhe Larës. Doniki dhe Klara kishin ardhur me beben e tyre të vogël, një vajzë me sy të mëdhenj që buzëqeshte për gjithçka. Dhe atje, duke folur me Gencin pranë tavolinës së piknikut, ishte Ardi, i shëndosh, i fortë, plot jetë. Lindita kishte ardhur gjithashtu, por kësaj here me një burr të ri në krah, një mjek nga Prishtina që e kishte takuar gjatë shorinit të Ardit. Ata dukeshin të lumtur dhe Afërdita ndjeu një ngrohtësi në zemër kur e pa. A je mirë, mami? Pyeti Arianti duke u afruar. Po, tha Afërdita duke buzëqeshur. Jam më mirë se sa kam qenë prej vitesh. Faleminderit, tha Arianti. Për çfarë? Pyeti ajo. Për mos na lejuar që urrejtja të na përcaktoj, për na mësuar se dashuria është më e fortë se çdo gjë tjetër. Afërdita e përqafoi djalin e saj dhe ndjeu lot gëzimi në sy. Pak më vonë, kur të gjithë ishin mbledhur rreth tavolinës për drek, Genci u ngrit dhe ngre një gotë. Dua të bëj një urim, tha ai me zë të emocionuar. Për këtë familje, një familje që nuk është perfekte, që ka kaluar në përvështirësi dhe dhimbje, por që ka zgjedhur të qëndrojë së bashku. Faleminderit të gjithëve për dashurinë, për durimin dhe për forcën që keni treguar. Për familjen, thanë të gjithë në kor, duke ngritur gotat. Ndërsa Afërdita piu një glënç këver dhe vështroi fytyrat e atyre që e rrethonin. Burrin e saj, që kishte gabuar, por kishte punuar për të fituar faljen. Djemtë e saj që kishin treguar dhe mshuri për te gjykimit. Djalin e ri që ishte bërë pjesë e familjes, miqt dhe të dashurit që i kishin mbështetur,
E kuptoi se jeta nuk ishte për jetën perfekte që kishte imagjinuar dikur. Ishte për këto momente të komplikuara, të bukura, të dhimbshme, por edhe të mahnitshme, të dashurisë që mbijetonin gjithçka. Ajo kishte humbur shumë. Besimin e saj të verbër, sigurinë e saj, ëndrat e saj për një jetë të thjeshtë, por kishte gjetur diçka më të vlefshme. Një të kuptuar më të thellë të asaj që do të thotë të dashurosh, të falësh dhe të jetosh me të vërtetën. A je e lumtur? Pyeti Genci duke ulur pranë saj, pasi të gjithë filluan të hanë. Aferdita e vështroi me sy që tani mbanin një paqe që kishte mungesuar për kaq kohë. Po, tha ajo me sinqeritet, jo në mënyrën që mendoja se do t'isha, por po, jam e lumtur. Dhe në atë moment, ndërsa dielli perëndonte pas maleve dhe zërat e familjes mbushnin ajrin me të qeshura dhe dashuri, Aferdita e kuptoi se kjo ishte e gjithçka që do të thotë të jetosh. Jo një rrugë e drejtë dhe e thjeshtë, por një udhëtim i mbushur me kthesa, me rënje, me ngritje, por gjithmonë me zgjedhjen për të ecur përpara. 3 vjet më vonë, Aferdita po pastronte një dollap të vjetër në dhomën e gjumit, kur gjeti një ditar që kishte harruar. Atë që kishte filluar të mbante gjatë viteve më të errta të shërimit të saj. Ajo e hapi edhe filloi të lexonte fjalët që kishte shkruar me aq dhimbje, me aq zemërim, me aq dëshpërim. Dhe tani, me perspektivën e kohës, ato fjalë dukeshin si të kishin ardhur nga një person tjetër, një version i saj që kishte vuajtur, por që kishte gjetur forcë për të ecur përpara. Në faqen e fundit të dietarit, vendosi të shkruante një mesazh për veten e saj në të ardhme. Një kujtesë e asaj që kishte mësuar. Nëse ndonjëherë harroj, nëse ndonjëherë pyes nëse ja vlente, le të mbaj mend këtë. Dashuria e vërtet nuk është ajo që nuk thyhet kurrë, është ajo që zgjedh të rindërtohet, edhe kur është thyer në copa. Falja nuk është dobësi, është forca më e madhe që mund të kemi. Dhe familja nuk është perfeksioni, është dashuria që zgjedh të mbetet edhe në momentet më të vështira. Kam humbur shumë, por kam gjetur edhe më shumë. Kam vuajtur, por kam shëruar. Dhe kam mësuar se jeta nuk na jep gjithmonë atë që meritojmë, por na jep gjithmonë atë që kemi nevojë për të rritur. Me dashuri për veten që isha, për veten që jam dhe për veten që do të jem. Aferdita. Ajo mbyll ditarin me kujdes dhe e vendosi përsëri në dollap. Pastaj, shkoi poshtë ku Genci po e priste për të dalë për një shëtitje. Rituali tyre i ri së shtunës. Gati? Pyeti ai me një buzëqeshje. Gati, tha ajo, duke ja marrë dorën. Dhe së bashku, ata dolën në rrugët e Tiranës. Një çift që kishte mbijetuar stuhitë më të forta dhe kishte gjetur paqen jo në harresën e së kaluarës, por në pranimin dhe transformimin e saj. Sepse kjo është mënyra se si familjet e vërteta ndërtohen, jo nga perfeksioni, por nga zgjedhja e vazhdueshme për të dashur, për të falur dhe për të besuar se edhe kur gjithçka duket e humbur, dashuria mund të gjejë një rrugë. Mësimi. Jeta nuk është për qëndrimin në një dashuri të përsosur, është për zgjedhjen e dashurisë çdo ditë, edhe kur është e vështirë. Tradhtia shkakton dhimbje të thellë, por ajo gjithashtu mund të jetë një mundësi për rritje, për falje dhe për një kuptim më të thellë të asaj çka do të thotë të jesh njëri. Familjet ndërtohen jo nga mungesa e gabimeve, por nga mënyra se si i përballen ato. Dhe në fund, dashuria që mbijeton sfida është dashuria më e fortë e të gjitha.